Mirëmbrëma, shikues të nderuar, ora është 23, koha për lajmet në televizionin publik të Kosovës. Austria është rënditur sot nga një sulm i armatosur që ka ndodhur në një shkollë në qytetin e Gracit. 11 persona janë vrarë nga një 21 vjeçar ish nxënës i kësaj shkolle, e i cili më pas e ka vrarë edhe veten. Sulmuesi ka poseduar 2 armë me leje, ndërsa para kryerjes së këtij akti ai nuk ka qenë i njohur për policinë. Zyrtarët austriak kanë njoftuar se është rritur numri i viktimave të sulmit në një shkollë të mesme në qytetin Grac, i cili ka shokuar Austrinë. Sipas zyrtarëve, numri i përgjithshëm i viktimave tani ka arritur në 11, përfshirë edhe sulmuesin, pasi që një prej të plagosurve nuk arriti të mbjeton plagëve të mara, përderisa është bërë e ditur edhe se 2 të plagosur të tjerë janë ende në gjendje të rëndë dhe se mjekët janë duke luftuar për jetën e tyre. Edhe pse zyrtarët janë ende duke hetuar rreth këtij incidenti, deri me tani është bërë e ditur se sulmuesi ka qenë një 21 vjeçar austriak, ish nxënës i po të njëjtës shkollë, i cili e kishte lënë shkollën pa e përfunduar atë. Sipas raporteve, deri me tani sulmuesi nuk ka pasur dosje kriminale. Gjithashtu është bërë e ditur se armët e përdorura gjatë këtij sulmi kanë qenë legale dhe se sulmuesi ka pasur leje për to. Incidenti në qytetin e dytë me madhësi në Austri ka ndodhur rreth orës 10 të mëngjesit, kur sulmuesi hyri në shkollë dhe hapi zjarr drejt të pranishmive, duke vrarë 9 nxënës dhe një mësues. Pak më vonë, ai ishte mbyll në banjon e shkollës, ku edhe kreu vetvrasje. Deri me tani nuk janë bërë publike motivet e sulmuesit, por zyrtarët nuk besojnë se ngjarja mund të ketë prapavi politike. Në mesin e 11 personave të vrarë në shkollën e mesme në Grac të Austrisë është edhe një vajzë kosovare nga komuna e Vitis. Lea Bajrami, 15 vjeçare, ishte nxënëse e kësaj shkolle dhe në momentin e sulmit ajo ishte brenda objektit shkollor. Por si ka ndodhur ngjarja dhe çka ka arritur të mësojë familja deri më tani? Do të lidhemi në një linjë të drejtë për drejtë telefonike me zotrin Muhabi Bajrami, gjyshin e vajzës që vdeq sot në Grac në këtë aksident. Mirëmbrëma, zotri Bajrami, dhe faleminderit për kohën tuaj. Fillimisht ju shprehim ngushëllim me ju dhe gjithë familjes suaj në emër të RTK-s për këtë ngjarje të rëndë që sot goditi familjen tuaj. Me që ju ndodheni në Kosovë aktualisht, a mund të na tregoni si ka ndodhur ngjarja? A keni kontaktuar me djemt tuaj në Austri? Çfarë ju kanë thënë ata? Mirëmbrëma, faleminderit shumë, respekt për ngushëllime. Na nga ora 10 ku fillu për me shku në aeroportin e Prishtinës, motrën e Lejes, se ka qenë musafer për fest Bajram, ka qenë këtu. Edhe ora 10:15, shoqet e Lejes e kanë pyet motrën ku Leja, a e dini ku është, edhe kja e ka qenë për tolet, thot një po ndodh diçka në shkollë, ku Leja. Edhe me nejna kena fillu e kena thirë djalin punë, se në kom 2 djemë. E kena thirë rejen nënën e vajzës, po nuk din, ka shku në spital, edhe kështu që për në gjatë shumë, ku e gjatë për neve ka qenë, se marsh një informacion të ndryshme. Kja ka qenë një vajzë shumë e mirë, në zonë të e qyshme konë, shkollë private, e në ora 2 djali është tarë për fundim, ku ka dalë regjistri i të vdekurve. Edhe më ka njëftu, kështu më ka thonë bashkë regjistrat, Bob në la Lea, më së mërzitni. Për moment në jemi këtu, vajza e me ka shku për atje, si kom 2 djemë atje, unë e njëse kom raportin të të shkoj për Grac në vo. Ta që unë të gjumë prap, atë shumë ka shqiptarë të Gracit, që ka të shku me vizitu e mi shprej ngushëllime familjes, se nuk unë është me morë me menë. Faleminderit shumë. Zotri Muhabi, me që keni kontaktuar me djemë tuaj atje, autoritetet austriake u kishin dhënë ndonjë informacion se si dhe pse ka ndodhur kjo ngjarje tragjike, apo ende nuk din asgjë? Ja, asë një informacion. Neve në ka kapluaja mërzia bashkë për moment kur gjithë me t'i informu pos portalive që le dojme. Kur gjithë. Mirë, atëherë edhe njërë ngushëllime, zotri Bajrami, faleminderit shumë për këtë bisedë dhe këtë informacione. Faleminderit shumë. Notën e mirë.
Natën e mirë. Ndërkohë komuna e Vitis nesër është në ditë zije. Për vdekjen tragjike të 15 vjeçares Lea Bajrami me prejardhje nga komuna e Vitis, e cila u ra sot gjatë sulmit në Grac, ka reaguar edhe kryetari i kësaj komune Sokol Haliti, i cili teksa ka shprehur ngushëllime për këtë rast, ka njoftuar se për këtë ngjarje tragjike dhe 2 vdekje të tjera të të rinjeve nga kjo komunë, nesër në Viti do të jetë ditë zije. Do të lidhemi tani në një linjë të drejtë për drejtë përmes Viber me kryetarin e komunës Vitis, zotrin Sokol Haliti, për më shumë detaje. Kryetar, mirëmbrëma dhe faleminderit për kohën tuaj. Mirëmbrëma dhe juve. Fillimisht ngushëllime juve dhe gjithë vitiasve për vdekjen e bashkëqytetarës suaj Lea Bajrami sot në Graz të Austrisë, por edhe për 2 rastet e tjera që kanë ndodhur këto ditë në komunën tuaj për cilat keni njoftuar përmes profilit tuaj në Facebook. Në fakt, çfarë informacionesh keni siguruar si kryetari i komunës për rastin e sotëm në Graz dhe si kanë ndodhur 2 vdekjet e tjera në të 2 të rinjeve në komunën tuaj? Faleminderit për interesimin, edhe njerë shfrytëzoj rastin të shpreh familjes Bajrami ngushëllim, edhe pse edhe i kom thirrur në telefon, edhe e kom postu një ngushëllim publik për familjen, kom ngushëlluar kryetorën e Grocit natyrisht. Duke që ka probleme me rrjetin, me që ishte lidhje përmes Viber, do të jemi sërish me kryetarin Haliti për të marrë prononcimin e tij. Nëse tani është lidhja gati, mund të vazhdojmë bisedën. Zotri Haliti, po dëgjohemi tani? Ishim duke zhvilluar një bisedë të drejtë për drejtë me kryetarin Haliti, po na dëgjon kryetari tani? Dëgjojmë? Po kishte një ndërprerje, ju kërkojmë falje, mund të vazhdoni aty ku e lat bisedën. Po flasim për rastin tragjik të ndodhur në Graz të Austrisë, të nderuar shikues të RTK-s. Siç e thamë edhe në bisedën me zotin Muhabi Bajrami, gjyshi i nxënëses kosovare që vdiq sot në këtë ngjarje tragjike në Graz, është një rast që ka ndodhur në orët e pasditës, ku një 21 vjeçar ka hyrë në një shkollë dhe ka vrarë 10 persona, e më pas e ka vrarë edhe vetëm. Fillimisht ishin raportuar 9 persona të vrarë, por më vonë u konfirmua se një tjetër person nuk ka arritur të mbjetoj plagëve në spital dhe ka vdekur, ndërkohë që edhe 2 persona të tjerë janë në gjendje kritike dhe po luftojnë me jetën si pasojë e këtij rasti tragjik që ka ndodhur. Ju rikujtojmë edhe një herë se komuna e Vitis nesër ka shpallur ditë zije, pikërisht për këtë rast tragjik që ka ndodhur për bashkëqytetaren e tyre, Lea Bajrami, 15 vjeçare, e cila u vras sot në Graz, por edhe për 2 raste të tjera të vdekjeve të të rinjeve nga kjo komunë. Ne ishim duke zhvilluar një bisedë të drejtë për drejtë me kryetarin e komunës Sokol Haliti, por duket që për shkak të mungesës së rrjetit ka telashe teknike. Sapo të jetë mundur të realizojmë këtë linjë të drejtë për drejtë me kryetarin Haliti, do të rikthehemi sërish, ndërkohë që këtë edicion lajmesh e vazhdojmë me të tjera informacione në ngjarje të ditës. Një takim trepalësh ka ndodhur sot në Bruksel ndërmjet kryenegociatorit të Kosovës Besnik Bislimi dhe atij serb Petar Petković në ndërmjetësimin e kryenegociatorit të ri evropian Peter Sorensen. Takimi sotëm është vazhdimsi e takimeve të zhvilluara në Daras javën e kaluar, në ndërkohë që emisari evropian për dialogun Peter Sorensen tha se po bën përgatitje për organizimin e një takimi të nivelit të lartë në dialogun për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Ai tha se gjatë takimit sotëm në Bruksel, kryenegociatorët kanë diskutuar për normalizimin e raporteve mes 2 vendeve dhe janë pajtuar për diskutime që të vazhdojnë së shpejti. Do të ndjekim një deklaratë kryenegociatorit Besnik Bislimi, por para kësaj do të rikthehemi në ngjarjes përse ishim duke folur që në hyrje të këtij edicioni. Do të vazhdojmë bisedën me kryetarin e komunës së Vitis, zotin Sokol Haliti, me cilin ishim në linjë të drejtë për drejtë, por ndërprej për shkak të mungesës së rrjetit. Regjia më thon se tani e kemi në linjë zotin Haliti. Kryetari, një herë kërkojmë falje për këtë që ndodhi, mund të vazhdoni me fjalën tuaj aty ku e lat. Vërtet lojmi tresht që morëm nga Austria për vdekjen e 9 rive atje, një akt makabër, për vdekjen e Leas Tun, vitjas e familjes Bajrami, na tronditi gjithëve, edhe mu si kryetor edhe gjithë qytetarët e Vitinjës. Po këtë ditë kemi postë edhe raste të tjera, vdekjeve të rive nga shkollë të ndryshme, mund të themi, por megjithatë kanë qenë varg, mund të themi këtë 2-3 ditë.
edhe familja Laboko ka pas dhimbjes kur gjithë qytetarët e Vitinjës për Ideolin, edhe familja Gjiu gjithashtu për Davidin, gjithashtu edhe Leja sot, dhe vërtet unë bashkë me bashkëpunëtorët e mi me qeverinë komunale vendosëm që të shkollëmi ditëzije nesër dhe do të ulmi në respekti vërtet për ndjerët, për të rritë që pej 15 dhe 27 vjetë, vërtet një mosh tepër e re, dhe flamojt nesër në gjysëm shtize dhe do t'jetë ditë zhjet në vitin. Vërtet kemi dhimbje pikëllim e mërzit gjithë, prandaj kam vepru si mba dispozitave edhe nevojet që kam po në teren. Unë i shprej ngushtrime gjithë këtyre familjeve, edhe familjes Halidin Kabash, e ka posë një rasti 4 mund të themi që ne kanë ndodhur 4-5 ditë e fundit. Prandaj dosh zoti që ndolet me kaq dhe nesër kemi shpoll ditëzije. Po me që thatë, zotëri Haliti, që keni kontaktuar edhe me familjen e nxënëses kosovare, bashkëqytetarës tuaj Leja Bajrami që u vra sot në Grac, a ju kanë dhënë ndonjë detaj, ndonjë informacion tjetër që mund ta ndani me ne, apo ende edhe ata janë duke pritur për të marrë një përgjigje të autoriteteve zyrtare se çfarë ka ndodhur realisht? Unë kam kontaktuar me familjen njëjtë, sikur ju mjetet të informacionit, me Muabion, gjyshin, kam kontaktuar edhe me mërgotën tonë, Grac, se kemi një mërgotë atje zhvilluar jashtëzakonisht shumë. I kam dërguar letër ngushëllimi, telegram ngushëllimi edhe kryetarës Gracit, që ne kam mikë edhe kam vizitu kohë më parë, e kemi një bashkëpunim të shkëlqyeshëm me Gracën në me institucionet komunale, edhe kam falendëruar për angazhimin që ka bo pa dallime për gjithë, edhe në rostin fjalë, për shkak se kam marrë masa me njerë vërtet atje, edhe pse rosti është tragjik, megjithatë institucionet atje kanë vepruar shpejt, dhe kështu që i pa evitueshëm ka qenë ngushëllimi për institucionet e prokuratorin, sikur për familjen Bajrami. Një pjesë e familjes Bajrami gjindët atje, janë një familje shkëlqyeshme, edhe djali Muabiut të djemt atje janë me sjellje të jashtëzakonshme. Leja e re e njohëm vërtet ka rastis me qanë në të shkollë, edhe me qanë pjesë e këti makobër vërtet që në ka të rëndit. Prandaj ky lajm i tresht neve si institucione, në ka obligu, në ka detyru që vërtet me marrë masa, edhe jo vetëm publike me shprej ngushtime, por edhe me shpoll ditëzije ditën e nesme, në shenjë respekti për të rritë, që 3 ditë, 3 të e përfshirë dhe lejën tash që ka qenë pjesë e këtij okti në Grac të Austrisë, fatikisht ka ndrojë jetë. Zotëri Haliti, faleminderit edhe njerë për kohën tuaj dhe faleminderit për këtë bisedë. Ju dëshirojmë një natë mirë dhe njerë ju shpreh ngushëllime ju, si kryetari i komunës dhe gjithë qytetarëve të komunës së Vitisë. Faleminderit edhe ju. Kaq tash për tash për këtë ngjarje tragjike të nderuar shikues, rikujtojmë se ekipi i lajmeve ndërkombëtare të RTK-s janë duke përcjellur hapasapit gjitha zhvillimet dhe lajmet e fundit që vinë nga Austria sa i përket kësaj ngjarje tragjike, në ndërkohë që ne do ta vazhdojmë edicionin me informacione të tjera, siç paralajmërova, në vazhdim do të ndjekim deklaratën e kryenegociatorit Besnik Bislimi për takimin e sotëm që kishte me homologun serb Petar Petković. Po në thashë që në pjesën e parë kemi dakordu principet për ecjen përpara në këto takime dhe mendoj që kjo ka reflektuar edhe stilin tjetër të ndërmjetësimit të zotit Sorensen. Ne jemi dakord me gjitha propozimet e tij dhe mbështesim të njëjtat. Mendojmë që ato sigurojnë edhe një raportim më të mirë tek vendet anëtare për asaj çfarë do të brenda, por edhe qartësi të pare që pastaj të mos keq përdorin bisedat brenda për interpretime mediatike jashtë takimit. Mendoj që në këtë drejtim zoti Sorensen do të bëjë një pushim të mirë. A mund të thuhet se dialogu është ringjallur së paku në nivel të kryenegociatorëve? Varet se çka në kupton me ringjallje, nëse mendoni në rezultate konkrete, mendoj se është ende herë të këtë, por ideja ime është që zoti Sorensen ka një pak a shumë një vizion të qartë se si don të ecë në dytë takimit të radhës. Ai po ashtu është dakordu që javën tjetër të dërgojë në Kosovë dhe Serbi 2 nga anëtarët e tij më të ngushtë të ekipit që të përbullojnë informata shtesë dhe pastaj mbasi të vi vetë në fillim të muajit korrekt në Kosovë dhe Serbi për të pasur se cili duhet të jetë hapi i radhës. Kjo për mua tregon që ai ka një investim të madh në proces, ka dëshirë që të shohë rezultate, por ju e dini se
deri më tani Serbia ka sabotuar çdo hap procesi dhe nuk është lehtë që vendoset në binara për një trajtore të re. Derisa Kosova e Serbia po bisedojnë në Bruksel në kuadër të normalizimit të raporteve, shteti serb asnjëherë nuk ka ndalur arrestimet e kopaskoshme të shtetasve të Kosovës. Rasti i fundit është ndalimi i zyrtarit policor të Kosovës Arnor Spahiu në ndyshimet për kryerjen e veprës penale vrasje e rënë në Banjsk, në vendin ku një grup i armatosur në krye me kriminalin Milan Radojičić kishte sulmuar policinë e Kosovës duke lënë të vrarë shterin Afrim Bunjaku. Avokati i zyrtarit policor, Arjanit Koci, ka njoftuar se aktualisht ndodhet në Subotic, duke dhënë lajmin se Spahiu t'i është caktuar masa e baraburgimit prej 30 ditësh nga gjykata e atjeshme, sipas kallëzimit penal të BIA serbe. Koci po ashtu ka ritheksuar se Spahiu nuk ka qenë fare pjesëtar i policisë në kohën kur Serbia pretendon se e ka kryer veprën, duke theksuar se kjo nuk është procedurë penale, por përndjekje politike. Vepra për krime lufte është konfirmuar Zoran Vukotićit. Ai është dënuar sot me 15 vjet burgim pasi është shpallur fajtor për krime lufte kundër popullatës civile, përkatësisht vrasjen e një 13 vjeçari në Vushtre. Përndryshe mbi Vukotićin rëndojnë 4 akta për krime lufte, por me propozim të avokatit të tij në gushtin e vitit të kaluar ishte bërë bashkimi i çështjes. Ndërsa në shpallën e sotme të dënimit, Vukotić nuk ishte i pranishëm në sallën e gjyqit. 15 vjet burgim është dënimi që Zoran Vukotić mori për vrasjen e një 13 vjeçari shqiptar gjatë luftës në Kosovë. Gjykatësi Rahman Beqiri shpalli aktgjykimin në prani të familjarëve të viktimës, por në këtë seancë i pranishëm në sallë nuk ishte Vukotići. Gjykata, duke bazuar në nenët e LPJ-s dhe të kodit të procedurës penale të njëjtin e gjykon. Dënim e burgim kozgjate prej 15 vjet, i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 ditësh nga dita e plotësueshmërisë së këtij aktgjykimi. Për familjarët e 13 vjeçarit të vrarë nga Vukotić, dënimi prej 15 vjetësh burgim është një lehtësim i vogël, ndonse nuk janë të kënaqur. Masi e kanë marrë, e marrë në gjykim këtë, jam pak e lehtësume, se sikur kur nuk ka bë kurrë. Serbi ka vra, ka prej, ka gri dhe për paraqiten si viktima, sikur kanë bë krime në Kosovë. Për ne është më rëndësishme që dënimi ka qenë maksimal, i parapar me ligj, me atë ligj të zbatueshëm. Është çështje tjetër që ne nuk jemi të kënaqur në aspektin se ligji i zbatueshëm ndoshta është tepër i butë, sepse është përdor ai ligj në kohën e kryerjes së veprës penale. Gjykatësi sqaroi se për 3 nga 4 pikat e aktakuzës, gjykata nuk ka gjetur prova të mjaftueshme për fajësinë e të akuzuarit. Si rrjedhoi, Vukotić është liruar nga ato akuza. Ndaj njërës pikë të aktakuzës, që sipas gjykatësit nuk pati prova të mjaftueshme, ka reaguar drejtoresha e Qendrës për Rehabilitimin e Viktimave të Dhunës Seksuale Feride Rushriti. Mbjetuara e cila ka dëshmuar për rastin Vukotić ka dëshmuar benshëm se ai është dënuesi. Nëse e dëgjuat, domethënë gjatë momentit të dhunimit të mbjetuarës ju ka vrarë edhe babai nga Zoran Vukotići, kështu që ne do t'i ndjekim gjitha hapat ligjor për ta apeluar rastin edhe për ta ndjekur deri në momentin e fundit. Vukotić akuzohej nga Prokuroria Speciale për 4 vepra penale të kryera gjatë viteve 1998-1999, ndërto edhe për krime lufte kundër popullatës civile. Më 22 gusht të vitit të kaluar, me propozimin e avokatit mbrojtës Nebojša Vlajić, u bë bashkimi i çështjeve në një proces të vetëm. Platforma Liria ka emër dhe përfaqësuesit e saj u kanë bërë sot thirrje shteteve financuese të gjykatës speciale që të marrin përgjegjësi për të garantuar një proces të drejtë dhe të paanshëm, siç thonë, larg çdo paragjykimi politik apo etnik. Procesi gjyqësor që po zhvillohet në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë ka devijuar nga standardet evropiane. Kështu ka theksuar Ismail Tasholli nga platforma Liria ka emër, derisa bëri thirrje për rishqyrtim të procedurave. Ai tha se kërkon drejtësi të paanshme dhe jo të bazuar në paragjykime. Sigurohet respektimi plot i Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe i standardeve ndërkombëtare për drejtat e njeriut. Kjo nuk është veç kërkesë për drejtësi për individët e përfshirë, por edhe një provë e integritetit të sistemit ndërkombëtar drejtësisë në raport me një shtet që ka zgjedhur rrugën
e demokracisë dhe sundimit të ligjit. Juristi e deputeti i PDK-s përparim Gruda tha se paraburgimi i zgjatur i Hashim Thaçit dhe të tjerëve është në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës dhe konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Marrja provave përmes Serbisë. Fakti që prokuroria ka akses për të marrë prova atje. Dhe siç e dini, mbrojtja e të akuzuarve nuk ka akses, nuk ka kuptim të presim që Hashim Thaçi dhe të tjerët përkatësisht mbrojtja e tyre të marrë prova, i vënë në një pozicion të pabarabart prokurorinë me mbrojtjen. Gruda përmendi edhe rastin e Sali Mustafës si një shembull të procedurave që sipas tij nuk janë në përputhje me standardet e drejtësisë evropiane. Platforma Liria ka emër dhe përfaqësuesit e saj u bëjnë thirrje shteteve financuese të gjykatës speciale që të marrin përgjegjësi për të garantuar një proces të drejtë dhe të paanshëm, larg çdo paragjykimi politik apo etnik. Janë bërë 147 vjet nga lidhja shqiptare e Prizrenit, ngjarje kjo e cila kujtohet si moment i bashkimit politike shpirtëror të gjithë shqiptarëve. Edhe sot në qytetin historik u shënua me aktivitete të ndryshme ky përvjetor i lidhjes. Aty sot ishte edhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj, krahas liderëve e personaliteteve nga Kosova. Në 147 vjetorin e lidhjes shqiptare të Prizrenit u bën bashk liderët e institucioneve të Kosovës dhe të Shqipërisë. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj në fillim të kësaj dite të shënuar u prit nga kryetari i Prizrenit Shaqir Totaj për të vazhduar bashk përmes qytetit deri tek lidhja e Prizrenit. Në fillim Begaj nderoi shtatorët e Ymer Prizrenit, Abdyl Frashrit dhe Syleman Vokshit. Kreu i komunës së Prizrenit Shaqir Totaj tha se burrat e kombit përmes lidhjes përquan mesazhin kundër coptimit. Sot lidhja e Prizrenit na fton të jemi krenar për të kaluarën, por të jemi të përgjithshëm për të tashmen dhe vizionar për të ardhmen. Na fton të jemi faktor të zhvillimeve rajonale e jo vetëm spektator. Na kërkon të punojmë për bashkimin shpirtëror, kulturor dhe ekonomik të kombit. Kryeministri në dorëheqje Albin Kurti vlerësoi rëndësinë historike të lidhjes së Prizrenit si një ngjarje e rëndësishme kombëtare përtej dallimeve fetare, krajinore e fisnore. Lidhja dhe mendimtarët e rilindjes e thanë qartë se një Ballkan i qetë dhe me të ardhme premtuese është Ballkani ku shqiptarët respektohen në gjuhën, numrin dhe territorin e tyre. Ata kërkonin atë që u takonte dhe mvetësinë nuk e donin për të dominuar të tjerët, por për të qenë të barabartë me të tjerët. Në ceremoninë solemne, Begaj tha se 10 qershori mbetet themeli politik dhe shpirtëror i bashkimit kombëtar. Shkëndija e kësaj dite ndezi pishtarin e lirisë, por trashëgimia e saj jeton sot në çdo përpjekje për zhvillim, për mirëqenie, për bashkim shpirtëror dhe kulturor të shqiptarëve kudo ku ata janë e jetojnë. Ajo lindi si nevojë jetike për të mbrojtur trojet tona, identitetin dhe të drejtën tonë për ekzistencë dhe dinjitet. Fakti që lidhja e Prizrenit u formua nga vetë shqiptarët është vetë mënyra më e mirë për të dëshmuar atë se çfarë i ndodhi vetë pashallarëve të perandorisë osmane në këto treva. Aktivitetet për ditët e lidhjes nisën sot, ndërsa do të vazhdojnë deri më 12 qershor, kur Prizreni shënon edhe ditën e çlirimit. Ka vdekur në moshën 78 vjeçare ish kryeministri i Kosovës në Mërgim Bujar Bukoshi. Krerët të shtetit e të partive politike e kanë kujtuar Bukoshin si burr shteti e figurë të rëndësishme për Republikën e Kosovës. Në moshën 78 vjeçare ka vdekur ish kryeministri i Kosovës në Mërgim Bujar Bukoshi. Ai do të mbahet mend si një ndër themeluesit e institucioneve paralele shqiptare gjatë viteve të 90-ta. Bukoshi ishte emëruar si kryeministër i qeverisë së Kosovës në Mërgim në vitin 1991 dhe për rreth një dekadë kishte punuar nga Gjermania. Bukoshi ishte lindur në Suareg dhe kishte studiuar në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Beogradit. Ai ishte dëbuar dhunshëm nga puna nga klinika ku punonte në Prishtinë nga regjimi serb në vitin 1990.
Mirë po, përveç kontributit që dha si mjek dhe profesor në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë, ai kishte luajtur rol kyç edhe në themelimin e lidhjes demokratike të Kosovës. Ai kishte qenë pjesëmarrës aktiv i lëvizjes politike për pavarësinë e Kosovës. Nga viti 2011 deri më 2014 ai kishte mbajtur postin e zëvendës kryeministrit të Kosovës në kabinetin e Hashim Thaqit e po ashtu kishte qenë edhe ministër i shëndetësisë. Për vdekjen e tij kanë reaguar krerë të shtetit e partive politike. Presidentja Vjosa Osmani e përshkroi atë si mjek me vizion dhe burgshteti me përkushtim të pashoq. Shefja e shtetit tha se Bukoshi do të kujtohet për kontributin në fuqizimin e kauzës së Kosovës së lirë dhe të pavarur. Edhe për kryetarin e PDK-s Memli Krasniqi, Bujar Bukoshi ka qenë figurë e rëndësishme për Republikën. Sipas tij, kontributi i ish-kryeministrit do të mbetet pjesë e historisë së shtetformimit. Familja e Bukoshit u ngushëllua edhe nga i pari i LDK-s Lumir Abdigjiku. Ai tha se Bukoshi ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në rrugtimin drejt lirisë. Edhe sipas kryetarit të AK-s Ramush Haradinaj, personaliteti i Bukoshit është i rëndësisë së veçantë në historikun institucional të Kosovës. Bukoshi ka lënë pas bashkëshorten dhe 3 vajzat e tij. Të mërkurën bizneset do të protestojnë për herën e dytë kundër kalimit në tregun e lirë energjetik. Ato kanë paralajmëruar protestë masive, teksa thonë se nuk do të ndalen deri në realizimin e kërkesës së tyre. Përndryshe, përfaqësues të bizneseve deklarojnë se me kalimin në tregun e lirë energjetik do të rriten shpenzimet, teksa paralajmërojnë edhe ngritje të çmimeve. Për të mos humbur asgjë nga këto lajme dhe gjitha lajmet e tjera në RTK, na ndiqni e pëlqeni në rrjetet tona sociale, si dhe mos harroni që jemi gjithmonë live tek rtklive.com. Faleminderit që ishit me ne. Natën e mirë dhe mirupafshim.